Si një predikuesi zjarrt dhe I pamëshirshëm, por ishte edhe njëri racional, sepse edhe ai po jetonte në kohën e agimit të revolucionit industrial. Në këtë kontekst, njerëzit mendonin më shumë për shkencën, makinat dhe pyesnin nëse kishte jetë në hapësirë. And really thinking about could there be something in space? Ndonse observimet e ngjashme me ato të Cotton Matherit janë ende të rralla në vitet 1700, interesi gjithnjë dhe në rritje për astronominë shkaktoi një debat të ri mbi një teori të vjetër shekullore, të quajtur moria e botëve. Ideja se jeta mund të ekzistojë edhe diku tjetër në univers. Nga fundi I shekullit të 18, shumica e njerëzve të paktën e të shkolluarve ishin të bindur se në sistemin tonë diellor duhet të kishte jetë inteligjence, në Jupiter, Mars apo Saturn. Ata të gjithë banoheshin nga jashtë toksor, mbas edhe hëna kishte qenie inteligjente. Very possibly the moon would have intelligent beings on it. Njëherë bëra një studim mbi intelektualët kryesorë të shekullit të 18. Më shumë se gjysma përfshirin në votimet e tyre ide mbi jetën jashtë toksore. Astronomi më I madh I shekullit të 18, William Herschel, gjithashtu mbështeste teorinë se jeta ekzistonte edhe në planetë të tjerë. Po kështu mendonte edhe Thomas Paine, një prej themeluesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, bashkë me shumë drejtues fetar të kohës. Predikuesit thonin se jashtëtoksorët ishin provë e mirësisë së Zotit, sepse Zoti nëse ishte I mirë dhe I dashur do t'i popullonte të gjithë planetet dhe yjet. Ndonse në vitet 1700, debati për ekzistencën e jetës jashtëtoksore ishte ende I hapur, askush nuk diskutonte mbi mundësinë që alienët vizitonin tokën. Por, në vitin 1731, në Europë pati ka shumë dëshmi të UFO-ve, saqë kjo mundësi nuk mund të përjashtohej më. In modern UFO sightings, Në kohën sot me sa po pikaset një UFO e marrin vesh të gjithë përmes internetit dhe YouTube-it. Por rastet e shekullit të 18 apo ato të rilindjes. Ja diçka e pabesueshme. Në vitin 1731, mbi Kilkenny, Irland, u pa një objekt I shndritshëm I cili doli nga një re e kuqe. E njëjta pamje u raportua për një javë në të gjithë pjesën tjetër të Europës, deri edhe në Rumani, në Europën lindore. Në të rast kemi dy vende të cilat nuk komunikojnë me njëri tjetrin. Nuk kanë gazetë ndërkombëtare, as radio, as televizion, dhe nuk flasin të njëjtën gjuhë. Por UFO pikas që të fluturonte përtej detit të Irlandës mbi Europë, deri në Europën lindore, drejt Azisë dhe gjatë gjithë këtij udhëtimi, u pa nga shumë vende. Janë bashkime të pavarura, të pandikuara nga njëra tjetra. Independent observations that don't cross-pollinate. A është mundur që t'jenë thjesht rastësi këto raportime gati të njëjta për një objekt të çuditshëm që kalon në qiell? Dhe sikur të ishte një anije aliene. A është mundur që shenjat e mëparshme të mos jenë raportuar thjesht sepse konsideroheshin si shenja nga Zoti? Në Amerikën koloniale, ideja se alienët po vizitonin tokën po përhapej gjithnjë dhe më shumë. Në vitet 1800, kjo teori e debatueshme do të hynte deri në shtëpinë e bardhë. Shtetet e Bashkuara do të shpallnin zyrtarisht pavarësinë nga Britania e Madhe në vitin 1776. Dhe pas 14 vjetësh, do të publikojë ditari I John Winthropit, guvernatori të dytë të kolonisë në gjirin e Massachusettsit, ku hasim edhe raportimin e parë në historinë amerikane të një UFO-je. Revista e tij, e cila sot njihet si Historia e New Englandit, 1630-1649, konsiderohet ende si një dokument I rëndësishëm I asaj periudhe të historisë së Amerikës. Kur revistat u publikuan të plota në vitin 1790, mbi 140 vjet pas vdekjes së Winthropit, u pa se përmbanin një numër të frikshëm takimesh të mundshme me alienët në lumin Madi të Bostonit.
One night in Një natë marsi në vitin 1639, James Everelli, i cili përshkruhet si një njeri i matur dhe fjalë pak, bashkë me dy burra, hypi në një bark të vogël në lumin Madi në Boston. Teksa vozisnin në lum ata pa një dritë të madhe që fluturonte në qiell. Teksa e shihnin drita u shtua dhe pastaj u tkur, duke formuar figurën e një deri. what they described as the figure of a swine. It's difficult to imagine anybody serious. Është e vështirë të besosh dikë që raporton se ka parë një der ndriçues që fluturon. Por ne sot mbase do të mendonim se kemi të bëjmë me një anije me turboval dhe 4 këmbëza të dala, të cilat mund të shërbenin për të ulur. Dhe për dikë të asaj periudhe, objekti ngjasonte një deri. In a way that made sense in the 17th century. Winthrop's account. Sipas Winthropit, objekti lëvizte me shpejtësi si shigjet, duke u zhvendosur me forcë sa para pas dhe sa lart poshtë për 2-3 orë. Dhe kur më në fund u zhduk, të 3 burrat në barkë, e cila ishte zhvendosur nga rryma gjatë kësaj kohe, u habitën kur e pan veten në vendin nga ku nisën udhëtimin. What Winthrop describes in his journal is really difficult to explain. Ajo që përshkruan Winthropi në ditalin e tij është e vështirë për t'u shpjeguar. Është e vështirë të kuptosh se si për 2 deri 3 orë, 3 burra në një bark pa një dritë të fortë që fluturonte në qiellin sipër Bostonit. Është gjithashtu e pakuptueshme që barka e tyre të jetë kthyer pas nga batica dhe ata të mos e kenë vënë. Ky ngadalësim njihet si sindroma e rrëmbimit të njeriut. With whatever this event is that we call the human abduction syndrome. A mund t'jetë kjo ngjarje në lumin Madi jo vetëm takimi i parë i dokumentuar me UFO-t në Amerikën e Veriut, por edhe rasti i parë i rrëmbimit nga alienët? Ata që besojnë te raporti në ditarin e Winthropit përmendin edhe fjalinë e fundit të tij që thotë: "Këtë dritë e panë edhe persona të tjerë të besueshëm." Saw the same light. Në kohën kur historia e Winthropit u publikua në vitin 1790, debati për mundësinë e jetës jashtëtoksore ishte më i nxehtë se kurrë. Ever before. Në fakt, debati mbi ekzistencën e jetës në planetë të tjerë u nxeh kaq shumë sa që bëri që një nga etrit themelues të Amerikës, Thomas Paine, të dëbohej në Europë, ndonse jo zyrtarisht. Thomas Paine hyri në debatin mbi jetën jashtëtoksore në mënyrë shumë të drejtë për drejtë. Ai ishte një anglez, por edhe një patriot i famshëm amerikan. Në 1793, Thomas Paine publikoi librin e titulluar Epoka e arsyes. Në këtë libër, ai ka ndërmarrë një ndër sulmet më të ashpra që janë kryer ndonjëherë kundër krishtërimit. Përfundimi është, thoshte ai, se nëse merr vesh nga astronomia moderne, duhet të besosh te jashtëtoksorët. Ideja se Zoti ka krijuar të gjithë universin dhe shkon planet në planet për të bekuar njerëzit, është e pamundur për t'u besuar. Just impossible to believe. Libri u shik në mijëra kopje dhe nxehu shumë gjakra. Në dhjetor të vitit 1793, Thomas Paine u arrestua në Francë, sepse mbështeste një parti politike e cila nuk ishte më në pushtet. Kur ambasadori amerikan refuzoi të kërkonte lirimin e tij, Paine besoi se George Washingtoni e kishte braktisur për faj të shkrimeve të cilat mbështesnin ekzistencën e jetës jashtëtoksore dhe kërcënonin krishtërimin. Në vitin 1802, ai u ftua të kthehej në Amerikë nga presidenti i tretë, Thomas Jeffersoni. Jeffersoni, një intelektual, konsideroi gjeninë e shumë bashkëkohës të tij si për aftësitë e tij si drejtues shteti, ashtu dhe për dijet shkencore. Disa mendojnë se ai ishte gjithashtu një mbështetës i teorisë së morisë së botëve, njësoj si bashkëkohësit e tij, Ben Franklin dhe John Adams. Koncepti i morisë së botëve ishte një koncept i pranuar gjërësisht në shekullin e 18. Njerëz si John Adams dhe Thomas Paine nuk e shikonin jetën aliene si një mundësi, por si një fakt real të cilin të gjithë e pranonin si të vërtetë.
The new Racionaliteti I ri në shkencë ndryshoi mënyrën se si këta themelues të shtetit e shihnin fen. fathers talked about religion. 1825. Thomas Në vitin 1825, Thomas Jefferson po punësonte staf për Universitetin e Virginias writes to him and dhe gives John Adamsi I shkroi dhe e këshilloi se si ti punësonte. Ai shkruante: "Mos punëso profesor europian. European professor. Nëse punëson profesor europian, ata besojnë tek krishterimi, dhe kjo është një doktrinë shumë e rrezikshme, nga e cila duhet të qëndrojmë larg." We should stay far away from. Other founding fathers also agreed with this view, which included Edhe themeluesit e tjerë e pranonin këtë këndvështrim, I cili përfshinte edhe besimin në ekzistencën e jetës në planetet të tjerë. different Benjamin Franklin hodhi hipotezën se mos çdo diell kishte perëndi të ndryshme. Shumë prej tyre mendonin se ishte e qartë që qenjet inteligjente ekzistonin në të gjithë universin, dhe nocioni se Zoti erdhi në këtë planet në formë njerëzore për të përbuzur e persekutuar ishte qesharak. person who was spit on. Ata e refuzuan atë besim të vjetër tradicional, dhe kjo ishte diçka shumë radikale për kohën. Long held traditional belief, which was a very radical thing at the time. America Mos ndoshta e trit themelues të Amerikës po mbronin konceptin e jetës jashtëtoksore kundrejt konceptit të kështërimit, një ide shumë revolucionare. Por mbase jo dhe aq revolucionare për banorët më të hershëm të vendit, të cilët prej shumë kohësh pretendonin se kishin takuar vizitor nga qielli.